Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shqipëria politike dhe jo vetëm ndodhet në këto 24 orë përpara disa zgjedhjeve shumë të rëndësishme në krye të institucioneve më të rëndësishme. I pari është ai i BK-s, që u konfirmua dje Joni Keta nga konfirmimi që i dha Këshilli i Lartë i Prokurorisë në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Institucioni i dytë është Avokati i Popullit, që pritet nesër në parlament të votohet me shpresën që do zgjidhet, sepse në maj të vitit 2026 mbushen 4 vjet që konsumohet mandati i dytë pa pasur një drejtues të zgjedhur. Dhe treta është drejtuesi i ri i strukturës së posaçme antikorrupsion, mes së cilëve kemi 4 kandidat: Ervin Gojka, Adnan Xholi, Doloresa Musabelli, Klodian Brau. Pra nesër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do zgjedhë mes këtyre 4 kandidatëve kush do jetë pasardhësi i Altin Dumanit. Po për Avokatin e Popullit ka dhe një problem tjetër politik. Partia Demokratike ka njoftuar tërheqjen nga ajo që quhet firma që është dhënë kandidatëve, dhe unë po i lexoj për të qenë më konkret. Ardiana Kalaja 44 firma, Ranita Braj 35 firma, Besim Derigjoni 34 firma, Endri Çabani 35 firma, Skënderia Luçi 30 firma dhe Tartar Bazaj 28 firma. Janë të gjithë firma të marrë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Por në parlament ne nuk e dim kush do votohet, dhe Partia Demokratike ka njoftuar tërheqjen dhe me të vërtetë është bërë një situatë kaotike që nuk e kupton kush. Për diskutuar për këto 3 zgjedhje, pra 3 institucione shumë të rëndësishme në shtetin shqiptar të drejtësisë dhe jo vetëm, unë kam ftuar një personazh që është për të parë. Unë e kam ndjekur me shumë interes mendimet, veçanërisht ato të zgjedhjeve, po sot unë e kam ftuar në një rreth më të gjerë se sa zgjedhje, sepse sa themi zgjedhjet ne Gerta Meta duhet ta ftojmë patjetër, po jo, nuk po e ngushtoj kaq shumë. Domethënë, si një drejtoreshe e organizatës për kulturë demokratike, Gerta Metën e kam sot në emisionin Dekalog. Faleminderit që pranuat ftesën, zonja Meta. Faleminderit Landi edhe për fjalët e mira dhe për prezantimin. U mundua që të më largonit pak nga zgjedhjet, por unë do rritë zgjedhjet, duke thënë që ne vëzhgojmë zgjedhje, por ne jemi dhe monitorues të institucioneve për të parë si funksionojnë institucionet e shtetit, sa transparente janë ato, çfarë demokracie figuron në bashkëpunimin ndër institucional. Që në emrin këtë kulturë demokratike. Pyetje shumë e bukur. Më pëlqen, jo, nuk ma kam bërë, dhe ndoshta kuriozitetin e kanë shuar se në marrëdhëniet që ne kemi në rrethin ton, brenda llojit ton, ndoshta dhe e din si origjinë, por unë di të them që organizata që unë drejtoj për momentin është një organizatë që është krijuar nga amerikanët. Është nga Instituti Demokratik Amerikan NDI, i cili në fillimet e veta, që në 92-shin është një nga organizatat më e vjetra edhe e para që ka filluar me monitorimin e proceseve zgjedhore. Dhe besoj që duke e krijuar amerikanët, duke e mbështetur për disa vite amerikanët për sa i përket nga ana teknike, por edhe nga ana financiare, besoj që edhe ne kemi fituar një lloj eksperience, por mos me pas frikë ose me hezitu. Bashkarisht kanë qenë, sepse bashkarisht kanë qenë, po natyrisht që shqiptarët që kanë punuar edhe drejtuesit e hershëm, ose si thuash ata themeluesit e parë të organizatës, ka qenë shoqata për zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe me kalimin e kohës, kur fryn erat, kupton që do një dominancë tjetër për të kuptuar dhe për të hyrë më thellë në mënyrën si funksionon demokracia nga ana institucionale, atëherë shoqata për kulturë demokratike kanë fokusin e vet, jo vetëm vëzhgimin e zgjedhjeve, por edhe këtë sjellje, edhe angazhimin qytetar. Okej, ose unë për këtë të kaptuar, se zgjedhje nuk janë vetëm ato që zgjidhen parlamenti dhe pushteti lokal. Ka dhe zgjedhje që bëjnë institucionet e tjera, dhe kemi disa momente që unë do të pyes, sidomos ajo nesër 11 antarë të KLP-s zgjedhin mes 4 kandidatëve, 11 pjesim për 4, mua më duket si 28 kamiona për 13 bataliona ka qenë ajo? Ajo skeçi i Fadilasës në Durrës, të kujtohet besoj? Po, e kujtoj shumë mirë. Shumë duhet të. Po fillojmë për parën. Joni Keta u zgjof drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, si pasardhës si Aida Hajnës. Si e pat ju këtë zgjedhje njëherë?
Ishte zgjedhje normale në atë pikvështrimin e për kulturë demokratike? Shiko, institucioni i SPA, domethënë IBK-s, që vjen si varësi e institucionit që të shumë përfolur SPA-ku, dhe ne prandaj na shkoi dhe goja direkt ke SPA-ku. Ne shumë përfolur. Ka konotacion negativ? Jo, se kur përfolesh dhe për mirë dhe për keq, por pritshmëritë e qytetarëve për institucionet e reja drejtësisë dhe sidomos për SPA-kun, dhe natyrisht ne e lam edhe për mënyrën se si veproj dhe reagoj për zgjedhjet, po për momentin që jemi për drejtuesit e rinj të institucioneve, na vjen shumë mirë që filozofia e institucioneve të drejtësisë është që të zgjedhin njerëz të cilët kanë një karrierë profesionale të vërtet, dhe njerëz të cilët janë teknicien dhe e njohin mirë, si thuash, procesin ligjor edhe procesin penal, dhe natyrisht që BKH-ja si një byro kombëtar e hetimit, si një institucion që heton se çfarë ndodh dhe ku de facto dhe de juro ti, si thua, i kap njerëzit me pras në dorë, kur ata e shkelin ligjin, do me thënë kjo është një figuracion që ne e përdorim në zhargonin popullor, por mendojmë që... Në anglisht si përkthehet kjo? Po... Jo, nuk e themi në anglisht, na pëlqen që ne të flasim shqip dhe ka ardhur momenti që në Shqipëri duhet folur shqip. Jo, me që ju jeni amerikan si organizatë, po ndaj po them... Jo, nuk jemi organizatë shqiptare. Mirë, ju jeni thime founders atë ishin amerikanë. Po patjetër, do të thënë kanë mbështetur. Patjetër që institucionet e drejtësisë duhet të vënë përpara përgjegjësisë njerëz që shkelin ligjin në mënyrë flagrante, por jo vetëm. Ne na vjen mirë që të paktën për momentin është kuptuar që njerëzit e drejtësisë nuk duhet të jenë njerëz të kapur nga politika. Dhe ndoshta përzgjedhja e këtyre emrave që janë... Për Joniketën e këtë? Po, përzgjedhja e njerëzve, jo vetëm të Joniketës, bo dhe lista që... Jo, do vazhdojmë, po mbetëm i këtu, se drejtuesi BK-s. Si e ke profitet ti? Unë mendoj që është një djalë i cili është rritur me sistemin e drejtësisë, e ka filluar karrierën pikërisht si një OPG e thjeshtë, dhe e ka prekur terrenin dhe gjithë informacionin e dur, është një person edhe një djalë Tirone që themi ne. Na pëlqen, po patjetër që unë gjenezën time... Meta e këtë bashortit? Bashorti është puro Tiranës, bashkëshorti im, kështu që e kam... Edhe Meta Tiranë, po mbjemi vajzërisë? Jo, nuk është Meta Skrapari, se e kuptova rotacion. Së thash gjë, ti, ju e sa mbjemi vajzërisë? Është Spahia, unë kam një origjinë nga Prizreni që e them me knajsi, po që gjyshi dhe gjyshja kanë ardhur herët, baba im ka lindur në Tiranë, kështu që unë unë jam tiranëse. Ti e thjesht ka ardhur më shpejt se mua në Tiranë, unë 82-shin, ti 32-shin, ka ardhur 50 vjet më parë. Një tiranëse e mirë, kështu që duke pa bërë... Jo, të pëlqeu kjo që është nga Tirana ai. Më pëlqen, sepse më pëlqen në kuptimin... Po ti ishe nga Lushja fjala, ose nga Skrapari? Do ta pëlqeja, se edhe lushnjarët kemi parë... Ose nga Puka, fjallë. Edhe nga Puka, pa tjetër. Ka një stil dhe një inteligencë veriorët për të admiruar. Ose dhe nga Vlora, dhe nga Vlora që janë të drejt për drejt, po dhe nga Saranda, po edhe ku diun nga Konisport. Po atëre, pse e the këtë? Pa tjetër, jo, unë mendoj që e thash këtë jo për t'i bërë qefin komunitetit të Tiranës, ose të tirancëve, por për të përfaqësuar qytetarin. Do më thënë, nuk themi që vetëm tirancët janë qytetar, po flasim në mënyrën e përkthimit edhe në mënyrën e investimit, patjetër që ne kemi nevojë për njerëz qytetar, njerëz shkolluar, njerëz të cilët dinë të dëgjojnë dhe njerëz të cilët përfaqësojnë mirë dhe komunikojnë. Dhe unë mendoj që Joniketa është rritur në një familje të tillë dhe besoj që nga ana institucionale është një nga personat që nuk dua që të them tani është më i miri në këtë botë. Patjetër që po. Unë po them që starti është i mirë, pastaj është detyrë e Jonit. Tani si djalë i prokurorit njohur Ysen Keta. Po, patjetër. Dhe e profesoreshës Majlinda Keta. Majlinda Keta, drejtoresh Majlinda Keta, profesore Majlinda Keta. Profesore. Ka këtu që ai, do të thënë, është djali i babait në aspektin juridik? Po, tirancët të ndardha në ndardh, bje, kështu që... Po se ne nga Skrapari si themi, ne... Ju e keni me limona dhe portokale, më duket? Jo, Skrapas bëhet fare limona dhe portokale, atje rushi bëhet problem, mos i fut këtyre... Mos i fut këtyre... Raki rushi me shia ose pa shia. Kështu që mendoj që detyra e Jonit është që në gjithë këtë pozitivitet që është mirë pritur, me thënë drejtën është një nga kandidaturat që ne kemi dëgjuar vetëm fjalë të mira, për posa asaj që ne bëjmë shaka.
vlerësime pozitive. Ne kemi dëgjuar dhe vetëm zoti Berisha tha se njoh. Vlerësim pozitiv është dhe kur e thot zoti Berisha që nuk e njoh. Dhe unë mendoj që zoti Berisha është një nga aktorët që ka informacionin maksimal në Shqipëri. Dhe unë besoj që jo më kot doktor Berisha e tha që nuk kam informacion dhe nuk është në listën e personave digital që unë kam informacion, por mendoj që së shpejti do kemi dhe një reagim më